Prezantuesi i emisionit La Vita Indireta, Alberto Matano, 53 vjeç dhe gazetarja e terrenit Barbara Di Palma janë paditur për shpifje të rënduar nga një shtetase shqiptare me inicialet asaj e cila ka qenë kujdestarja e një baroneshe italiane e cila para vdekjes sila trashëgimi pasurinë e saj. 45 vjeçarja nga Shqipëria ishte fillimisht në netim dhe më pas u dënua në nëntor të vitit të kaluar me 2 vite burg për shfrytëzim të paaftësisë mendore. Asistentja me origjinë nga Shqipëria dyshohet se ka nxitur baroneshën italiane Maria Malfatti, e cila vdiq më 31 tetor 2023 në moshën 87 vjeçare në Rovereto, duke përfituar nga rënja e saj kognitive që ta emëronte trashëgimtare universale dhe t'i linte të gjitha pasuritë me vlerë rreth 5 milion euro. Kjo është edhe teza e mbështetur nga 9 nipërit që u paraqitën si palë civile në procesin gjyqësor. Rasti i kujdestares shqiptare me inicialet asaj ishte trajtuar në emisionin La Vita Indireta, transmetuar me 16 prill kur seanca paraprake ishte ende në zhvillim. Ajo që ka zemëruar tregtaren aktuale në sektorin e restoranteve është cilësimi si djallëzore, me të cilin ajo cilësua si nga prezantuesi ashtu edhe nga kolegja e tij gjatë reportazhit. Në padinë e saj ajo ka kundërshtuar edhe hipotezën e hedhur nga 2 gazetarët se ajo mund të ishte pjesë e një organizate mashtruese. Padia për shpifje ndaj 2 gazetarëve pësoi një goditje më 25 qershor kur zëvendës prokuroria e prokurorisë së Roveretos, Viviana Del Tedesco, depozitoi kërkesën për arkivim pranë gjyqtarit për hetime paraprake. Megjithatë, 45 vjeçare shqiptare nuk u dorëzua dhe së bashku me avokatin e saj paraqiti kundërshtim ndaj kërkesës së prokurorisë. Tani dosja ndodhet në duart e gjyqtarit të seancës paraprake, i cili në ditët në vijim pritet të caktojë një seancë për të shqyrtuar çështjen dhe më pas të vendosë mbi kërkesën e palës mbrojtëse. Kujdestarja shqiptare pohon se nuk ka asnjë dyshim mbi natyrën qartësisht fyese të cilësimit djallëzore që i bën asaj, sipas avokatit që e mbron. Sipas tij, ky është një cilësim shpifës pasi është sinonim i denj për djallin, dashakeq dhe pervers.